Shpëtoi 2 fëmijë nga mbytyja, por përfundoi në koma, ndërron jetë punojësi i OSSH-s. Ka ndëruar jetë pas 3 muajsh, heroi Arjan Kraja, i cili shpëtoi nga mbytyja në Velipoj 2 fëmijë të mitur. Prej afro 3 muajsh ai ndodhej në koma si pasojë e një ishemie të shkaktuar pas shpëtimit mrekullisht të fëmijëve. I ndjeri ishte punonjësi i OSSH-s, teksa këta të fundit kanë reaguar pas lajmit të hidhur. Me keqardhje të thellë, ekipi i operatorit të sistemit të shpërndarjes OSSH ka marrë lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut të dashur Arjan Kraja. Gjatë viteve të tij në detyrë si shef grupi, Arjani u dallua për përkushtimin profesional, ndershmërinë në punë, si dhe mirësinë e tij njerëzore që e bënte të respektuar e të dashur nga të gjithë kolegët. Në këto momente të dhimbshme i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmëve dhe miqve të tij.